Presidenta duhet të jep dorëheqje. Presidentja e ka po punën e vet për mendimin tim profesionale dhe të bazuar në ligj. Kjo mund ta diskutojmë, ku do. Dhe po avon duhet ta jap një informacion. Ka qenë shumë aktive sa i përket e kjo po pëlqen, ku keni këtë informacione, kjo është informacion të konfirmuar duhet ta jap. Ushtrimit të kompetenca e detyrave të saj. Unë kam informacioni konfirmuar që s'ke nevojë ta presh aty në regji. S'ke nevojë. Çfarë është informacioni? Informacioni është që unë kam pyetur zonin Osmani në takimin e fundit që kemi pasur me gazetar. Edhe po beson që tregon të vërtetën ajo. Shikoj, po beson. Unë po të them çfarë kam pyetur dhe çfarë ka përgjigjes të na ka përgjigje. As pyetje as përgjigje, ky po beson. Çfarë do përgjigje? Jo, ai ka thënë që do të marr pjesë në zgjedhje. Unë kam pyetur, a do të japësh dorëheqje? Fillimisht, ajo ka thënë nuk do të jap dorëheqje. Ka ndu konteksti, zoti Sadiku. Jo konteksti, o kështu tjetër. Pret, matoshi pastaj ti ndron kontekstin edhe është e vërtetë që është kontekst tjetër. Se atë nuk e çoj ke vendin zgjedhje dorëheqja e presidentes, tash e çon direkt zgjedhje. Tash zgjedhje jemi. Uno? Po të zgjedhje jemi. Mira, a kam drejt? Po mos zgjedhja çon, pa. A bën me fol zgjedhja po. Po sigurisht që bën. Ti bile s'ki nevojë me mo leje. Po tani s'po më lejon. Unë kam pyetur a do të japësh dorëheqje, ka thonë që nuk do të jap dorëheqje. Ama në studion tonë ka shumë pasion, kështu që. Okej, faleminderit. To e ke me qëllim për ta degazhuar. Jo. Shkurt. Sinqert. Një koment E kam pyetur a do të japësh dorëheqje, ka thënë nuk do të jap dorëheqje. Do ta çoj mandatin deri në fund. Çfarë do kupton mandati deri në fund? Është deri në mars. Po, ne kemi këto informacion se kemi dëgju. E kam pyetur nëse jep dorëheqje, a shkon vendi në zgjedhje? Fillimisht para se të shkonim në zgjedhje, para se të ishte zoti Kurti të votojë e zoti Konjusa, tha edhe nëse jap dorëheqje nuk shkon vendi në zgjedhje sepse ka procedurë. Zoti Sadiku, a mund një pyetja tjetër, informacionin. Është a jeni interesuar, a do të jeni pjesë e jetës politike në të ardhmen apo pas presidentit, pas përfundimit të mandatit, përfundon gjithçka? Ajo ka thënë natyrisht unë nuk do të rikëm kryq, do të jem pjesë e jetës politike. E çysh mund me kon pjesë pa ai listë. Zoti Matoshi, vetë i kom bë pyetje. Njëherë Unë të dhash disa detaje. Shumë të detaje. Ti unë po nëse po. A e din arsyeja? Nëse më lejohet kushtim. S'ka nevojë as ta. Ti shumë i jep detajet. Po arsyeja pse si besojnë detajeve të saj është kjo. Sepse unë Arben Ahmeti kemi pyetur një herë në sy. A do të jesh diku tjetër politik? A thonë unë në politikë jam vetëm LDK. Momenti kur s'jam LDK, s'jam politik. Edhe e ka shkel ajo që ke këtu e thonë. Nuk e besoj kjo. Vetja ta përmirësoj estetikisht. Pesitoj, 2 pika hapi thojzat. Kur dhe kur jashtë LDK-s nuk do t'jem, që kjo zojo. Kur s'jam LDK ka thonë s'jam politik. Ti i besove. Jo, i besove. Informacionin e saj. Përfaqësuesja më tipike e LDK-s. Ja, u vlas me informacion, po jap informacion. Ka jep kandidaturë për kryeministër. I ka humbë zgjedhjet 2019. Ai është zonë ata bëni pyetje, ama e duan një përgjigje të sinqertë. Hajde. Shembull, nëse do ishte opsioni që ajo të bashkangjiten në listë, a do ishte mirë se ardhur për lëvizjen e vendosjes? Ne kemi garu me te në listë. Kaluam po e dim, edhe e dim edhe si ka dalë. Bashkëpunimi ka qenë i shkëlqyeshëm. Unë mendoj që a do të ishte sinergji e fortë patjetër që Osmani. Patjetër që zonja Osmani është një politikane me përvojë edhe aftë, edhe guximshme, edhe skenës politike të Kosovës. Kolegët e saj po thonë që jemi të shnupe i vendimeve të saj, zoti Dugolli. Presidente me provojë, kur ajo thotë televizion, po dhe politikane. Mos i shpërndohet kuvendit dhe të lidhet me kur ajo jep deklaratë skandaloze në këtë vend, këtë shoqërinë tonë, këtë Kosovën tonë të re, nuk ka jep figurë politike deklaratë më skandaloze se presidentja. Thotë i kemi shkatruar 900 bonda. Imagjinoj ky lajm e ka marrë botën. Dhe ja ka gjitë hijen e zezë të vendit. Ja ka prish imazhin me thonë që 900 bonda i pasapos Kosova, edhe ko kanë prish për 4 vjet. Është e tmerrshme. Arsyetoj se dush kjo vjen në Europë. Gabimet janë njerëzore. Jo, ky nuk ka lapsus. Po gabimet janë njerëzore. Po gabimet janë njerëzore. Fal. Veç është një problem tjetër këtu. Presidentja e ka përmirësu gabimin, po folje sa kërku. Po jo. Ne ka përmirësu Lil. Kur e ka përmirësu? Foqen e zezë vendit ja ka qitë ora në Kolumbi, as kërkun botë 900 bonda nuk ka. Gjitha të mine banoj, kishtë 800 bonda. Bile mas shkatrimit të bondës radoj qiq edhe kompani,
Kosova mu i me thonë që në aspekt në sigurisht o ko që mirë. Ma e mira... E ka edhe 900 bonda me Asë në Europë, si e më të mirë.